Fronti Evropian ka njoftuar nisjen e procedurës për mbledhjen e nënshkrimeve me qëllim fillimin e ndryshimeve kushtetuese. Deputeti Blerim Bexheti deklaroi se nga sot çdo deputet ka mundësinë të përcaktohet qartë nëse është për zhbllokimin e procesit apo për bllokimin e rrugës europiane të vendit. Sipas tij, iniciativa bazohet në nenin 130 të Kushtetutës, i cili paraqes se propozimi për ndryshimet kushtetuese mund të paraqitet nga të paktën 30 deputet. Bexheti u bëri thirrje të gjithë deputetëve në kuvent, si nga shumica parlamentare, ashtu edhe nga opozita, përfshirë edhe deputetet e Aleancës për Shqiptarët, deputetet e pavarur dhe përfaqësuesit e partive të tjera politike që ta mbështesin këtë nismë. Ai theksoi se veçanërisht pret mbështetje nga deputetet e Vlenit dhe nga të gjithë ata që shohin të ardhmen e vendit në Bashkimin Evropian, duke nënshkruar iniciativën për ndryshimet kushtetuese. Kjo është një çështje që tejkalon interesat partijake. Kjo është një çështje që tejkalon kalkulimet koalicionuese dhe kjo është një çështje thelbësore e orientimit strategjik të shtetit. Maqedonia e Veriut ka humbur 2 vite në blokim të plot të procesit eurointegrues. Për 2 vite nuk është bërë asnjë hap përpara. Prandaj, sot është momenti për hapin kyç që të zhbllokojë procesin dhe të mundsoj vazhdimin real të negociatave në Bashkimin Evropian. Ndërkaq, të parët që ju përgjigjen thirrjes së Bexhetit ishin nga koalicioni Vlen, të cilat këtë iniciativë e konsiderojnë si jo serioze dhe vetësabotuese. Sipas tyre, iniciativa më së shumti i ngjan një parodie satirike se sa diçka që ja vlen të trajtohet seriozisht. BDI ofendon rënd BE-n dhe shqiptarët kur Blerim Bexheti flet për vlera europiane. E rikujtojmë për opinionin se Blerim Bexheti, si funksionar i përjetshëm i BDI-s, është sinonim i politikës kundër çdo vlere europiane, si deputet, si kryetar komune dhe mbi të gjitha si ministër i drejtësisë. Blerim Bexheti shkaktoi dëme të pariparueshme ndaj interesave të shqiptarëve dhe imazhit pro-europian të vendit. Nga Vlen theksojnë se nuk e ka ndërmend të bën pjesë e kësaj parodie. Integrimi evropian, shtojnë ata, kërkon qasje serioze dhe të sinqertë. Qeveria, sipas tyre, është e fokusuar në agjendën reformuese, e cila po zbatohet me shumë suksese dhe mirënjohje nga Brukseli.